Jam bashkë me Arbërin, me vllaun e Agnesës. Përshëndetje Arbër. Përshëndetje. Fillimisht urime për martesën e motrës, inshallah të rashëgojmë. Faleminderit shumë, edhe faleminderit edhe për juve që keni ardhur. Na me nëzëspresëm këse event, s'bën më na thonë 2 herë. Për gëzim, gjithmonë të mirë se ardhen. Tregom çu ka shku organizimi, a je përfshiheq në përgjedhjen e këngëtarëve nështë? Tash vetë organizimi i dasmës për familjen është krejt përfshihen. Deshte s'deshte. Jo, kjo, po për punën e muzikës, domethënë nështë unë jam i vetë një familje që nuk përzina. Krejt janë të mirë, kena më kënaqë. Dhe faleminderit për tyne që kanë ardhur sot. Çka i kishe uru sot, dhe cila kishme qenë këshilla jote si vëlla për motrën e vogël? Një këshillë ja kisha dhënë dhondret, se Agnesa është motra e vogël, e kena lasdru, e kena dashur dhe krejt, kështu që atine kisha thonë shumë dashni, shumë kujdes, se është motra ju e vogël. Edhe na të këqyrën pak me lup, që thonë. Faleminderit shumë edhe kënaqësi. Faleminderit shumë për juve. Faleminderit.